Menjëherë pas sekuestrimit të një aparati celular në burgun e sigurisë së lartë në Drenov, i cili dyshohet se ishte në përdorim të dënuarit Lajert Haxhiu, pajisja është dorëzuar pranë laboratorit digjital të prokurorisë së posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar. Aktualisht, ekspertët janë duke analizuar përmbajtjen e telefonit me qëllim zbardhjen e mundshme të komunikimeve që Haxhiu mund të ketë patur me persona të tjerë jashtë burgut. Lajert Haxhiu, i njohur si një nga figurat më të rrezikshme të botës së krimit në vend, është dënuar me burgim të përjetshëm për përfshirje në të ashtu quajturën masakra e Lushnjës. Pas ekstradimit të tij nga Greqia, ai pritet të përballet edhe me një tjetër proces penal, ku akuzohet si drejtuesi një grupi të strukturuar kriminal përgjegjës për të paktën 17 ngjarje të rënda në territorin shqiptar. Këto fakte janë zbuluar fal dëshmive të bashkëpunëtorit të drejtësisë, Artan Tafani. SPAK dyshon se pavarësisht se ndodhet në një institucion të sigurisë së lartë, Haxhiu ka arritur të mbajë kontakte me persona të përfshirë në veprimtari kriminale dhe se ka vijuar të ushtrojë ndikimin e drejtim në rrjetin e tij nga brenda qelisë. Kjo ka ngritur dyshime serioze për një rrjet të mirë organizuar brenda sistemit penitenciar. Pikërisht për këto arsye, autoritetet po shqyrtojnë mundësinë që ndaj Haxhiu të aplikohet regjimi i posaçëm i izolimit 41 bis, i cili parashikon masa të ashpra sigurie dhe ndërprerje totale të çdo kontakti me botën e jashtme, me përjashtim të rasteve të autorizuara ligjërisht. Në vijim pritet që analizimi i të dhënave nga celulari të sjellë më shumë prova dhe të ndihmojë në zbardhjen e aktivitetit të mëtejshëm kriminal të Haxhiut dhe bashkëpunëtorëve të tij.